I flas ndërgjegjes se çdo prindi që fëmijët nuk i kanë vatrën e vet. I flas ndërgjegjes se çdo fëmijë që shikon se si familjarët e tij, prindrit e tij në spital nuk gjejnë ilaçe për sëmundjet e rënda. I flas çdo krye familjari ndërgjegjes së nënës dhe babait për faktin që po e lë fëmijën të rritet në një vend me korrupsion, me padrejtësi, me dhunë, me krim të organizuar. I thras ndërgjegjes së çdo qytetari të këtij vendi. A do të heshni, a do ta pranoni këtë gjendje, apo do të bashkoheni kundër hajdutrisë? Nuk ka më kohë, koha është tani, bashkimi duhet të ndodhë tani.